Arsye pika e parë, që duhesh me e pas parashyt të rrjetet sociale. Duhesh me apo pyetje vetes, për çka i përdori rrjetet sociale? Pse kam telefon unë? Pse kam kompjuter unë? Pse unë kam Facebook? Pse për çka e përdori unë këta? Nëse nuk është përgjigja për t'i bërë ibadet Allahut, për t'ju nënshtruar Zotit xhelle xhelalu, për të bërë hajër, për të ndihmuar një person, apo për të shpërndarë një ilm, apo për të shpërndarë një të mirë, atëherë ajo nuk ka dobi ta kurrë. Ajo i damshëm. Shikoni, na e shohim se si disa prej rrjeteve sociale, siç është TikToki, shumë prej shteteve marrin iniciativa për të ndaluar ato. Për shkak dëmit të madh që ka. Dëmi te ata nuk është pse s'përdoret për fe, e as pse nuk përdoret për adhurimin e Zotit, po për shkak se i ka kaluar limitet njerëzore dhe kanë filluar njerëzit mu vrarë dhe mu mbyt. Këtë arsye, besimtari pikën e parë që duhet ta definon të rrjetet sociale, kur ta çelësh telefonin, që është bosmundje, me nejt telefon gjatë, e me nejt në për Facebooka gjatë, e me nejt në përvet TikTokave gjatë, e me hija ti me bo muhabet palidhje, e me kalzu pralla, e me kalzu mite, e me kalzu e gjeset liga vetëm e vetëm, ose për përfitime materiale, ose për përfitime abstrakte si fama e kështu me radhë, krejt të çfarë vajnë, krejt të enzire njeriun prej qendrës për të cilën e ka kriju Allahu xhelalu ala. Ti nuk e kriju për këtë punë, ti nuk ka kriju Zoti me harxhue vaktin tanë, e kohën tane, për çfarë? Për t'i bëj hizmet këtyre rrjeteve. Rrjetet duhet me të bëj hizmet tyje. Për këtë arsye gjëja e parë që duhet ta rishikojmë te vetja, cila është a na shërbejnë neve rrjetet sociale për të adhuruar Zotin e Madh? A na shërbejnë neve rrjetet sociale që ne të bëhemi ma musliman? Pse e ke qel Facebookin, a je ma musliman ama pak? Pse e ke qelni Instagram, a je ma musliman ama pak musliman? Pse e ke qel Facebookin, a ma shumë ki bo haram halal? Kjo pyetje është ti sot mundesh me ka përci që ishdush. Kjo është ligjërat e natyrës së këshillës. Ama në ahiret ndron hesapi. Në ahiret merret llogaria. Apo në ahiret merret llogaria.